Mësoni arsyet pse duhet të konsumoni një gotë ujë çdo mëngjes. Uji është shumë i rëndësishëm për organizmin dhe ekspertët rekomandojnë që ta pini ujin sapo të hapni syt. Sipas tyre, gjatë gjumit trupi dehidratohet, ndaj uji duhet të pihet që në mëngjes. A jeni zgjuar ndonjëherë dhe jeni ndjerë të etur dhe të dehidratuar? Kjo ka ndodhur sepse trupi nuk ka marrë asnjë lëng për të paktën 8 orë. Uji luan një rol thelbësor për të gjitha funksionet e trupit. Hidratimi është shumë i rëndësishëm dhe duhet të nisë që në mëngjes. Por cilat janë arsyet pse duhet të pini ujë që në mëngjes? Do të hidratoheni. Trupi dehidratohet pas 7 ose 8 orë gjumi. Nëse pini ujë sapo të zgjoheni, do të rrisni nivelin e oksigjenit në organizëm. Për më tepër, uji ndihmon muskujt dhe qelizat e gjakut. Metabolizmi do të përmirësohet. Pirja e të paktën një gotë të madhe me ujë në mëngjes mund të përmirësojë metabolizmin me të paktën 24%, citoi studimi. Uji mbush stomakun dhe ju mban më të ngopur, gjithashtu ndihmon edhe në pastrimin e trupit nga toksinat, citon Elthisaj.